Çka flet kjo foto e Rugovës? A ka përdor Rugova gjuhën e trupit? Shumë e ka përdor. Rugova ka qenë njëri prej eksponentëve më të saktë të komunikimit të gjuhës së trupit në raport me partnerët, në raport me ndërkombëtarët, në raport me miqt. Me ata që din me lexu gjuhën e trupit. Rugova në këtë foto përcakton tërësinë e komunikimit të tij, ku ekspertët e gjuhës së trupit lexojnë shumë faktor. Aty është një kafe vendosur në tavolinën e tij, e cila zakonisht vendoset kur dikush ka nevojë shumë për të pasur, për të shlodhur. Në këtë rast Rugova ka përdorur edhe elementet e tij, duke përfshirë këtu cigaren, cigaria e ndezur vazhdimisht në dorën e tij të majt. Dhe preokupimi intelektual brenga. Dhe më thonë, po, e vendosja dorës në atë pjesë tregon që çfarë peshe ka në raport me popullin e tij, me atë çfarë ai ka përpara në politikë. Syzet plotësojnë atë background e tij të intelektualit të madh, dhe tjetra është shalla e cila vazhdimisht e ka mbajtur ai lidhur rreth simboli i ardhur nga vendlinja e tij nga Rugova, por ajo ka pasur një domethënie shumë të madhe sa i përket në raport në komunikimin me miqtë e tij, ose edhe me kundërshtarët e tij, po edhe me të tjerë që kanë qenë neutral, që populli i tij, ose në këtë rast populli shqiptar që jetonte në atë kohë në Jugosllavi, është përveç se është i shtypur, është i izoluar dhe kërkon një liri e cila don shumë sakrifica. Ulja dhe përqendrimi i shikimit i ulur, i përulur gjithmonë, i qetë, pa shumë komunikim verbal, duke përfshirë këtu fjalimet e gjata, ose jep një impakt shumë të madh në komunikimin publik. A ka qenë gjuhë e trupit e shkolluar apo instinktive? Jo, është gjuhë e trupit e Rugovës ka qenë gjuhë e cila është edhe gjuhë e përzjedhur mes intelektualit dhe ajo që është këshilluar nga ekipet e tij, sepse ne e dimë se zoti Rugova në oborrin e tij të komunikimit ka pasur profesionistë që e kanë këshilluar vazhdimisht. Ka pasur, po, që ne kanë këshilluar, dhe pastaj edhe kultura e tij, edhe mënyra e tij, edhe qëndrimi i tij gjatë doktorimit që ka pasur në një vend për vendeve, po them djepi kulturës që është Franca, e ka ndikuar ajo, dhe ne mund të përveç kësaj të ka foto tjera ku ose shikojmë në vizitën që ka pasur me presidentin Jacques Chirac në presidencën franceze, një takim ku Jacques Chirac duke Rugova duke shumë jo i barabartë, po në disa raste kur në një hapësirë aty brenda presidencës, ky ishte duke pritur dhe Chiracu i ulit atit te koltuku i tij, sikur të ishte shok po them të klasës, dhe tregon një forcë barabartë në gjuhën e komunikimit të trupit, pra pasi krijohet një barazie plot. Pra dihet çfarë protokollesh të rrepta kanë francezë dhe të tjerë në këtë rast, dhe Rugova me imazhin e tij, qëndrimin, qartësinë, butësinë të folurin e komunikimit, impaktin e tij të viteve 90-ta, e mbulon atë boshllakun institucional edhe peshën e tij të tjetër, e cila ndoshta mbrapa ka pasur zbrasti me këtë lloj paraqitje. Pastaj edhe komunikimi i tij sa i përket edhe deklarimeve kur me partnerët e tij ka qenë i matur, por thjesht edhe me popullin e tij i ka dhënë shumë besueshmëri. Dhe këto lloj përuljesh edhe tek qytetarët ose tek ndjekësit e tij, tek ata që të donë, krijon shumë besueshmëri, sepse ndjeti barabartë me ata të cilët e mbështesin.